Sërish së bashku me mua në studio është për të komentuar këto zhvillimet kryesore politike, Endri Meksi. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta Aida. Faleminderit që bashkohesh sërish. Ka disa zhvillime. Unë e thash dhe pak më herët që Partia Demokratike vërtet bojkoton kuvendin sepse nuk janë plotësuar ato kërkesa që ai kishte bërë dhe që i referohen pikërisht kërkesave të protestuesve për ligje të caktuar për zonat e mbrojtura, por në komisione është aty. Dhe Ina Zhupa thotë që nesër, nëse vini për ta zhbërë, ne jemi gati. Ndërkohë, nga ana tjetër Partia Demokratike nesër ka një moment të rëndësishëm për zgjidhjen e strukturave, ka një garë të brendshme sa transparente do të jetë, nuk e di, ishte parashikuar nga komunikimet që unë pata diku nga fundjava, e zhvilloi nesër, kështu që një pjesë e cilëve janë me pushime, dhe duhet i prishin pushimet dhe të jenë aty. Si e shikon këtë agjendë politike në këto ditë të nxehta? Prezenca e deputetëve demokratë në kuvend, për mendimin tim do të kishte rëndësi shumë nëse do të ndodhte gjithmonë, edhe duke votuar me aq numra sa kanë kundra një për ligj apo një tjetri, edhe duke debatuar në seancat plenare, jo vetëm në komisione. Është pjesë e procesit demokracisë dhe parlamentarizmit dhe të bëhet opozitë për të ngritur për opinionin publik çështje që ata duhet janë qartë. Edhe si thua për të lënë gjurmë mbi detet e tyre, sepse tashmë është e qartë që një pjesë e mirë e dosjeve janë dosje për plasje dhe desh dhe këmbvështrimesh. Çështja e zonave të mbrojtura nuk është se Partia Socialiste ka thënë ne nuk kemi zonë të mbrojtura fare. Tu çështja është cila zonë që të mbrojtur, cila zonë nuk quhet. Dhe pse dhe nëse ka një status caktuar një moment, pse në një të ardhme të afërt ndryshon. Ky është debat që zgjat kudo në botë për zona nga më të ndryshme që quhen zona të majme, zona me vlerë financiare, për shkak të çmimit tokës, për shkak të oportunitetit që krijohet tek zhvillimi i asaj zone dhe serioziteti, le të themi, një politike qeverisëse vërehet dhe në afatgjatësinë e këtyre limiteve që vendosen vetë. Në të sens, debati nga ana e Partisë Demokratike do të ishte shumë i frytshëm, jo vetëm komisione. Vetë zonja Zhupa shumë aktive në komisionin që atë ton, por nuk mjafton me kaq, mendoj, përfaqësimi dhe atyre votuesve, sado që më kanë ardhur të kurrë ndër vite, lufta për të marrë më shumë vota në radhën në zgjedhjet që do vinë, kalon dhe nëpërmjet këtij përfaqësimi dinjitos të qytetarëve në kuvendin e Shqipërisë. Kjo është pjesa për sa i përket përfaqësimit. Pjesa e zgjedhjeve të brendshme, okay, nuk është se kanë një pritshmëri të veçantë në optikën time për zgjedhjet e Partisë Demokratike, për aq kohë sa debati dhe aty dhe pra dhe në ambientin e Partisë Demokratike në sot e brendshme është debat pothuajse i fikur. Sepse votimi është një proces final, por logjika e primareve apo logjika e një gare afatgjatë në cilën shkëmbejnë ide që të zjarta, shkëmbejnë opinione, bëhet një farë lufte e brendshme, le të themi, mbi të ardhmen e Partisë Demokratike, mbi vizionet e ndryshme që mund të kenë përfaqësues të ndryshëm. Gjithashtu bëhet një farë turneu në territor, sepse Partia Demokratike, edhe për shkak të sistemit aktual zgjedhor për kaq vitesh, ka humbur prezencën në territor. Ata ankohen për patronazhistët në formë konstante, po të gjithë dimë që një arsye e kësaj ankese është mungesa e një strukture ekuivalente në radhët e demokratëve. Pra, kontakti, le të themi, me bazën është disi i thyer. Në të sens, thjesht fakti që ka nesër një votim nuk do të asgjë dhe nuk është se mbart një pritshmëri të lartë në këmbvështrimin tim. Ndërkohë, sot është konferenca ndërqeveritare e Shqipërisë me Bashkimin Evropian, që ka bërë që kryeministri Edi Rama të jetë në Bruksel në ato që njihet si mbyllja e 3 kapitujve, për cilat të paktën bien dakord që Shqipëria ka bërë progres, bëhet fjalë shkencë, kërkim, arsim, kulturë dhe marrëdhëniet me jashtë. Po ta shohim pak për nga rëndësia që ka dhe në kuadër të datave ose të viteve që kanë vendosur, sepse ky proces teknik duhet të mbyllet deri brenda 2027-s, pastaj ne kemi edhe ambicet politike, sikurse i trumbeton kryeministri për të qenë pjesë e strukturës. Ende nuk jemi tek ato kapitujt e nxehtë që mjedisi apo të tjera. Sa e rëndësishme është, Meksi? Është një pjesë e procesit, padyshim në këmbvështrimin e opinionit publik, pra marrëdhënieve me opinionin publik për kryeministrin Rama është e rëndësishme si fazë, qoftë dhe 3 kapituj që nuk janë aq të rëndësishëm në vetë përsëri në farë mënyrë është një ashkël më shumë që ai heq nga këmba, le të themi, dhe vjen pas javës së samitit NATO-s në Turqi, në të sens e ndihmon në betejën e brendshme që ka me protestuesit apo dhe klimën tërësi të debatit publik brendshëm. Janë 3 kapitull relativisht
parëndësishëm dhe në fakt, paksa qesharake që të themi që ne përmbushëm detyrimet e kërkimeve shkencore. Ne s'kemi kërkime shkencore, por okej, është në aspektin formal padyshim, në aspektin e parafrimit të ligjeve, neneve dhe në këtë sens, padyshim, nuk shoh asgjë kundi që Shqipëria të jetë kundra normave europiane, që në të sens jam i sigurt që ata ja dalin, le themi, dhe na përfaqësojnë mirë në këtë këndvështrimin formal. Thelbi është tjetër gjë. Thelbi do vihet e re në drejtësia, për mendimin tim do të jetë kryesorja, që prapë gjykoj që 2025-2026 janë 2 vite në cilat qeverisja ka ditur të lëjë të operojë SPAK-un në një mënyrë rehat dhe ka ditur të mos reagoj shumë për veprimet që bëhen nga ana e drejtësisë. Kjo është do të thoya një gjë e mirë. Në të vërtetë mund të ketë një hatërmbetje, ndoshta të madhe, mund të ketë një mërzitje, mund të ketë një shqetësim për shkak se një pjesë e dosjeve ndikojnë drejt së drejti në ekzekutiv dhe në politikën e Partisë Socialiste, por që nga shkurti 2025 se këtej reagimet publike kanë qenë shumë më të moderuara, shumë më të kujdesura, si nga ana deputetëve, si nga ana një pjesë të akuzuarve personalisht, si dhe nga ana e kryeministit Rama. Që në këtë sens, në këtë aspekt, pamësjashme, unë do thoja që edhe pjesa përkatëse e drejtësisë është okej. Për te reagimeve që kemi pasur e pasur nga të deleguar të shtetit Gjerman, që është krijuar ideja se ka një farë presioni mbi lejueshmërinë të SPAK-ut për të ndjekur disa dosje, ne nuk kemi prova që SPAK-u nuk është lejuar të ndjekë disa dosje, për të thënë të drejtën. Që në këtë këmbështrim do thoja që okej, po ecë përpara përsëri, por ka akoma punë për të bërë dhe ka akoma kohë për të kuptuar nëse në 2027-ën qeveria shqiptare do të jetë brenda fateve për sa i përket të gjithë kapitujve përfshira të drejtësisë. Shkryuar një perceptim, edhe ju e keni shprehur këtu, që ne ligjet i kemi shumë të mira, të përshtatura me Bashkimin Evropian, por lë për dëshiruar zbatueshmëria e tyre. Unë nuk di ta them se sa pengesë mund të bëhet kjo, ose si mund të jenë raporte teknike, ose nëse Shqipëria do të integrohet për shkak të geostrategjisë, interesave të tjera. Por ajo që ka ndoshta rëndësi për të sjellë në vëmendje dhe për të analizuar është tek duke shtuar këtu presionin e Bashkimit Evropian, që kemi nga Bashkimi Evropian ndjes. Presionin që kemi nga brenda si pasojë e protestës, apo përmirësohet kjo qeverisje, apo reflektohet hapasapi, se janë 2 momente që si ndajmë dot. E para, ne na detyron Bashkimi Evropian, ligjet i pas kemi bërë për të zbatueshmëria, pas kemi një lloj vakumi, dhe nga ana tjetër pakënaqësia e shqiptarëve, asaj pjesës shëndetshme që del në protesta që kërkon një reflektim në administratë të tjera për çështje që lidhen po me modelin e qeverisjes. Nuk di të them nëse ka përmirësim, por të paktën për momentin shenja përmirësimi nuk shoh tek administrata. Te ato struktura që unë njoh apo që ne këtu si media ndjekim, ka një hermetizëm, një reakcion të stilit lule mos më prek, pothuajse për çdo temë. Pra përveç se rasteve kur na informojnë me spionliqe për shkak të luftrave të tyre të brendshme, pra që ka rrjedhë informacioni, kur ti si media i kërkon informacion, se ne nuk kemi tagë për kërkuar llogari në sensin ne nuk arrim dot të nxisim proceset brendshme e kontrolli. Ne mund të kërkojmë informacion dhe të bëjmë zhurmën përkatëse mbi të dhënat që zbulojmë apo gjejmë. Në këtë këndvështrim, unë e shoh administratën gjithmonë më shumë hermetike përtej thirrjeve që vetë kryeministri Rama bëri vitin e kaluar në dhjetor në një konferencë që u bë për transparencën dhe informacionin. E tërë administrata është në një mbyllje, në një tkurje. KLSH-ja raporton pak a shumë njëjtën situatë. Dakor? Auditi brendshëm është pothuajse inekzistent, në të sensu nuk shoh përmirësim. Padyshim që duhet të ketë disa lëvizje për shkak të goditjeve gjithmonë më të forta të SPAK-ut në tërësitë natyrës dosjeve, jo kundra personave veçantë, por dosje gjithmonë me më shumë efekt si dhe financiar, pra në temat e aseteve të konfiskuara, sekuestruara, bllokuara, çfarë ka, ndërhyrjes në procese që deri dje gjykoheshin të pamundshëm, okay? Këto dosjet padyshim sjellin disa efekte. Si në gjykatën administrative të apelit, si në tjera instanca ku po ka surpriza për mirë që deri një farë periudhë një vit e gjysmë përpara, 2 vite përpara quheshin të pamundura ose nuk shpresoheshin. Por vetë administrata që të ketë një ndryshim në këtë sens, për momentin shenjë nuk shihen, ndoshta nga shtatorit tutje kur të niset e sezoni, le themi i ri pas pushimeve, ndoshta mund të perceptojmë elemente të tillë. Por mua ndryshimi është i nevojshëm pikërisht administrata. Të bëj punën e saj, thjesht kaq, nuk është se duhet shpiki thash ligje të reja, nene të reja,
Ne kemi kopjuar pafund nga Bashkimi Evropian ndër vite, nuk është se ja kemi marrë dorën së fundmi, ka qenë një proces i vazhdueshëm. Dhe në përgjithësi një pjesë e mirë e akteve janë në nivelin e dur, themi. Hilet apo favoret apo ato momentet e nepotizmit apo lobimet e shprehin veten në për grimca nenesh tek tuk, që përsëri kemi tatuar nga rasti në rast dhe janë debatuar, por kryesorja është vullneti i administratës për të zbatuar ligjin. Vetëm kjo. Tani, Miksim, se duhet të qëndroj pak të kjo. Kemi kryeministrin, i cili sigurisht ka një model që edhe e kemi votuar, me popularitet të jashtëzakonshëm, me autoritet të jashtëzakonshëm tek socialistët, dhe kemi administratën që ka vënd për të reguluar ose që don. Pse e them unë këtë? Duke parë ndoshta edhe ato momentet nga mënyra se si ata funksionojnë ose sa herë të duhet që të përbalen me drejtësinë, shkelje që janë evidentuar. Tani dy gjëra janë, ose këta kanë bekimin e kryeministrit dhe ne kemi një kryeministër tjetër që votojmë dhe në raport me ta, ose kjo administrat që mund tjetë e paaft, mund këtë dalë jashtë kontrollit me shumicën e saj. Nuk them që është jashtë kontrollit, është thjesht e pasere në sapin e vetë, sepse mekanizmat kontrollues nuk funksionojnë, nuk arrin të jenë në nivelin e duhur, të lartësisë. Pra, ky ministri është një marrëzi e tërë frymës konstante në media dhe në pozitarizmin shqiptar që për çdo gjë përgjegjës ai. Ne kemi biseduar shumë herë bashkë edhe në live edhe jashtë studios, që nuk ndaj të mendim dhe do shumë punë cilësore për të kuptuar raste në cilat përgjegjësia realisht do të ishte e vetë ky ministrit. Jo se me këtë do të them që nuk ka asnjëherë përgjegjësi, por nuk mundet në blok çdo problematikë që haset në çdo instancë, të çdo ministrie apo drejtorie apo çdo lloj strukture të ekzekutivit, të quhet depres së drejti për shkak të një mërzitje të njerëzve që është faji ky ministrit. Kjo përkundazi ndihmon këta personat poshtë, që janë abuzuesit e vërtet, shkelësit e vërtet në sensin personal të neneve dhe ligjeve, që të fshien në hijen e tij, duke qenë se ky ministri është masi fokusuar në aspektet dhe të opinionit publik dhe debatit publik dhe në shumicën e rasteve i ka marrë përsipër vetë këto përplasje. Pra indirekte ai ka funksionuar si një ombrell, si një mbulesë për probleme të tilla. Ke shumë institucione varësie të ministrive nga më të ndryshmet, nga ato që janë e pasere në zhurmë, po themi që nga barnat, që nga ushimet, AKU-ja, etj. Me radhë, ku debati ka qenë gjithmonë teknik dhe rasti i fundit i elmimeve ishte i tillë, heqja, rikthimi, pezullimi i licencave, rasti i banave ishte i tillë, disa herësh nëpër media me pezullime me rikthime të licencave. Nëse do kërkoje faj nga lart, shumë lart, jo detyrimisht përmendim ky ministrin, po edhe instanca të tjera, pra ministra apo të tjera struktura, për mua është mënyra e gabuar për të kërkuar llogari shtetit. Duhet nisur nga poshtë, duhet pastruar vetë rasti konkret, personat që kanë faj, që të thotë grupet e punës detyrimisht, në rastin e tendrave janë KVO-t, dhe pastaj vijohet deri ku të çojë kërkimi i mundshëm. Në të kundërtën, ne nuk ndihmojmë askënd përveç se mbrojmë këto shkelje që të ripërsëriten, sepse indirekti i japim një mbrojtje, një ambrell nga një instancë më e lartë, që jo detyrimisht e kanë. Kjo është këmbështimi im. Pra, nuk ka të bëjë them me autoritetin e kryeministit, ka të bëjë me mënyrën në cilën bëhet debati publik, se ne vetëm bëjmë zhurmën në media. Ne nuk është se kemi prova të ndërhyrjeve me akte ligjore nga ana kryeministit për të mbrojtur personat caktuar në administratë. Ne perceptojmë zhurmën publike. Tani që kryeministi ka mbrojtur dhe Erion Veliajn vjet në shkurt, po jemi në fundin datës së sot, 14 korrik, ai vazhdon të jetë në qeli. Pra, dhe deri më sot nuk ka dalë në një shkresë, në një dokument, në një akt i vetëm që t'i atribuohet kryeministit Rama në favor të zotit Veliaj. Nuk dim. Jo më larg se dje, ishte përsëri rasti i kësaj zonjës që ka qenë dëshmitare, muaj përpara kontaktqiu, nëse zgabohem, muaj përpara është hedhur ideja që ajo ka tërhequr një pjesë dëshmisë, e ku diun se çfarë, dhe ajo doli dje përsëri dhe konfirmoi që çdo gjë e ka bërë me urdhër nga lart. Pra, ku është këtu ndërhyrja e ekzekutivit eventualisht për të mbrojtur dikë? Nuk e perceptojmë. Është mirë që të përmbahemi në të akuzat, siç është rasti i gjykatës lartë, drejt për së drejti për të dalë në përfundimin që diçka bëhet detyrimisht për të favorizuar dikë. Gjykata e lartë ka disa çështje, janë bërë disa rekurse, është detyruar të ndjeki, ashtu si të kushtetuesja. Padyshim, jemi të lirë dhe ne si media të japim opinionet,
por jo të dalim në vendime. Ky është, le të themi, kujdesi im apo këshilla ime. Pra, vetëm në muajin qershor dhe korrik patëm disa raste me çdo lagje të kushtetuese ku u bë ping-pong në këtë perceptimin që kush po ndihmon Erion Vilien. Unë them që do të jemi më të ftohtë, lexojmë me kujdes aktet dhe të japim çdo debate, padyshim, dhe në studio me palët e ndryshme që paraqesin, le të themi, dhe interesa publike të ndryshëm, dhe të ndihmojmë sa më shumë në zbardhjen e ideve, po jo të dalim me vendimarrje sepse aty gabojmë. Nëse atribuojmë drejt për së drejti një diçka të tillë. Thash te rastet e konkrete të institucioneve varësive të ndryshme që ka ekzekutivi, unë nuk ndonjë rast për të thashë themeve që të kem parë akt të nënshkruar nga kryeministri Rama për nxitur një vendimarrje. Tani. Pra mund të ketë lobime, mund të ketë interesime, të gjithë flasin në emër të tij, thonë erdhi porosi nga lart, por nuk kanë një rast tillë ndjenjën time të provuar deri më sot. Është viti 14 po hyn i qeverisjes, do ishte udhës që o ne që bëjmë akuzat dhe zhurmën të mësojmë të jemi më të rafinuar në të pjesë, o këta që mbrohen, më shumë se akuzat po bëjmë pikpyetje, o këta që mbrohen, herët avon do ta hanë, duke folur në të formë. Po tani, shika. Siç po ndodh në disa dosje të ndryshme të SPAK-ut. E kuptoj. Unë nuk është se akuzova. Nuk thash që akuzova, absolutisht jo. Dhe po kujdesem ta bëj këtë, duke të kujtuar ty që si ishte mundur që këtu ka akuza që u vodhën fondet e rindërtimit, që më kuptosh se ku dua të dalë, janë ajo hallka e një fatkeqësie natyrore që ti i ke shkuar në zemër, i ke shkuar në tryez, i ke shkuar aty ku nuk mban më. Pastaj akuza publike se me barnat, me spitalet, me tenderat, sërish i ke shkuar në zemër familjes së shqiptare. Nuk po flasë për këto denoncimet që dhe këto mund t'jenë shkelje ligji dhe subjekti SPAK-u që kanë bëjmë me fatet e bizneseve, që është një korupcion tjetër nëse ka ndodhur, që ka të bëj as për ato që ne i themi oligark, që mund të kenë përfituar, sepse funditës ato efekte financiare do t'a kenë, mund t'a kenë nëse e kanë, po t'a kenë pak më afatgjatë, por kemi kaluar nga kryeministri që jepte modele që tek mënyra se si administrata duhet sillet kur shkruan dhe mos jenë analfabet, një shkresë e mban mend që e ka pat një prononcim publik që duhet të jenë përgatitur etj, pastaj politikanëve u bëri akademi etj. Tek akuzat të rënda të cilat kanë të bëjnë me Prada, po them unë, të veshur të këtyre punojnësve të administratës Prada po e përdor për lehtësi komunikimi, po këto firmat, markat e mira, po meqense të djalli vishet me Prada dhe unë e solla në këtë aspekt, se ka dhe më të shtrenjta. Pra, kemi kaluar të kjo vjedhja e fondeve të rindërtimit, me akuza publike, sigurisht do t'i kërkoja ndjes nëse e shpika këtë sot, po ka akuza që bëhen publike, unë kësaj po i referohemi deri tek sofistikimi këtyre ndërhyrjeve tek bizneset kë favorizojmë etj. To nuk janë akuza që ne po bëjmë. Këto janë grimca të bëra publike që ne na jep të drejtë edhe opozita që denoncon aty. Sikurse ja faturojmë kur ka gabimet e veta me fatale, ndoshta që mund të ketë bërë. Kur themi një lloj reflektimi, tani do të presim që ta bëj SPAK-u këtë, se këtu kemi kaluar në një fazë tjetër, se po hyn dhe unë analizë tani. Ku presim që për shkak të politika në çmenduri që SPAK-u do të sjellë fundin kësaj qeverie dhe ndoshta mund bëhet ky rotacioni politik. SPAK-u e ka bërë, ka një numër të lartë të gjërave që i ka aty apo i heton për ditë, edhe një bashkiak socialist ishte sot. Pra i radhës, një ish socialist Elvis Roshi, një thesi i madh atje. Shikoj, tërë ky debati mbi qëllimet e SPAK-ut është pjesë e dezinformimit që për të patën 2-3 vitesh në formë konstante bëhet nga opozita dhe një pjesë e pozitës, ku bëhet debati kush nga prokurorët MMZ të SPAK-ut do hyjnë në politike pralla të tilla. Këto janë thjesht për të ndotur ambientin në optikën time, për të krijuar një ngarkesë qoftë emocionale dhe një farë përgjegjësie edhe në ambientet private personale të drejtuesve apo të prokurorëve të SPAK-ut në tërësi. Pra është një mënyrë për t'i kushtëzuar. Okay? Dosjet që janë bërë publike gjatë vitit 2025-2026 nga ana e GKK-s dhe SPAK-ut kanë treguar detaje mbi realitetin e biznesit dhe mënyrës si bëhen aferat në Shqipëri që ne pjesërisht në grimca i dëgjonim, i dinim apo mendonim se i dinim dhe tashme kemi të provuara. Sigurisht vetëm ky interes i SPAK-ut për mua ja ka dalë qëllimit vet. E ka tronditur ambientin e të bërit biznes në Shqipëri, ka krijuar një ndjeshmëri për shumë e shumë njerëz që mendonin që paprekshmëria në stilin e disa politikanëve kingmaker, mos përdorim emra se duket keq dashas në të moment vështirë të tyrim, po mendoj që është e qartë për kisha fjalën. Ky stili pra prej
20 vitesh tashme që nuk ndodh asgjë sepse lojën e menaxhojmë ne, kam përshtypjen që në këto 2 vite, pra 1 vit e gjysmë po e quajmë, është thyer totalisht, po. Dhe duam s'ka më të paprekshëm nga këtë. Nuk ka të paprekshëm, ja nuk mendoj që ka. Për shkak të faktit sepse aktet e tyre po dalin her pas here gjithmonë më shumë në pa. Është gabim që të shpresojmë që ndryshimin e strukturës shoqërisë dhe mënyrës se si bëhet kapitalizmi, po themi, jo vetëm biznesi, por në tërësi, shteti dhe marrëdhënia privat-shtet në Shqipëri të varet nga SPAK-u. Është shumë gjë mirë që SPAK-u ndihmon në të sens, por ne duhet të kuptojmë që herët avon pjesa më e madhe e punës duhet bëhet nga vetë administrata në këtë sens dhe nga biznesi privat për atë që i përket. Një debat i tyre ditë për shembull ishte sfidat që do ketë biznesi privat në momentin që hym Bashkimin Evropian. Padyshim është diçka e vërtetë, por okay, le të lëm kohës, të hym një herë pastaj të shohim atë merak. Por që është i vërtetë. Debat tjetër të ditë ishin aksionet e Bankës së Shqipërisë për 83 pika valutore që ishin e licencat, e ku diun se çfarë. Pra, do ishte mirë që ne të presim zgjidhjen e hallave jo vetëm nga SPAK-u. SPAK-u ka dhënë një dorë dhe unë e shoh jo shumë të ndëshkimi, se ka një mërzitje dhe për të masat të stilit me kusht apo arreshtëpi e ku diun se çfarë. SPAK-u është okay, është e vërtet, ka një ndjesi urrejtje, revanshi, ku diun se ta quaj, inati, mërzitje, dufi, çfarë do ti mund ta quajmë, të një pjesë mirë të popullsisë për të pasur ndëshkim e burg. Por në themel drejtësia qëllimin e saj nuk e ka tek lloji masës të ekzekutuar. Janë njësë parashikimesh në kodin e procedurës penale dhe nuk është ky qëllimi, pra të ndëshkojmë gjithë në formën më të ashpër të mundshëm. Qëllimi është që këto mënyra në cilat është vjedhur paraja publike, këto mënyra në cilat është keq qeverisur, të fillojnë gjithmonë më shpesh të jenë sa më të pakta. Pra të dekurajohen personat të cilat mendojnë që për shkak të kompleksitetit dhe të natyrës ligjore të akteve, e vërteta nuk të dalin në shesh dhe mund të bëhet katrahur me pronat rastik më i ndjeshëm janë pronat. Qoftë pronat publike, qoftë ato private ku janë detyrsuar. E njëjta gjë vlen për vetë gjykatat. Pastaj janë tendra të mëdhenj, koncesionet gjithë me radhë, të gjitha strukturat e mundshme ku dëmi financiar është i konsiderueshëm. Dhe në këtë sens, sa më shumë dritë hidhet dhe nga SPAK-u që ndihmë, por zgjidhja duhet vi nga një administrat gjithmonë më shumë sensibël ndaj zbatimit ligjit. Pyetja e fundit. Protesta shënon 44 ditë. Pjesëmarrësit, pra duket sikur ka një rënje deri diku, megjithatë dje është bërthire për bojkotim të pushimeve verore dhe siç e paralajmëruam dhe në analizën që ne patëm së bashku dhe siç u tha nga zoti Tepelena këtu, pritet që të ketë protesta dhe ngushtë. Shiko, respekt të protestuesve po e bën, po thirrja për bojkotim duhet saktësuar, ata po e bëjnë vetes. Se besoj pjesa tjetër e Shqipërisë do vazhdoj pushimet dhe planin. Përjashto mua që pata tjetër situatë, po që sa aksidentet me kësi mund të ndodhin. S'ka asnjë problemi. Po mund të ndodhin. Po që e kam fjalën pjesa më madhe qytetarëve do vazhdojnë agjendën e vet. Pra ajo cila bëj bojkot nuk është se i drejtohet të tërë shqiptarëve, se bojkot nuk ka këtë sens, por realisht pa shaka respekt të protestuesve që po ekzistojnë përtej çdo pritshmërie nëse kujtohemi çfarë kemi thënë edhe këtu në studion ditët e para të qershorit. Në këtë sens është totalisht një risi pozitive në arenën si të politikës shqiptare, parasysh ata nuk janë akoma, themi, nuk kanë një dimension politik në fill, sepse nuk kanë cotëruar, si në arenën le të themi të debatit publik në Shqipëri. Që në të sens, faleminderit protesta. Se dëmton integrimin, ja. Jo, nuk besoj, jo. Nuk shoh. Nuk shoh asnjë skenar. Shikoj, ne meqenëse për shumë vite nuk patëm protesta, në duket se kjo protesta është mallkimi i qeverisë. Nuk është e tillë. Madje kemi qenë këtu në studio të ditët e para të shohit, unë kam thënë që gjëja më, nuk them e zgjuar se s'mund të jap mend kryeministit Ramës, por gjëja ndoshta më e veçantë që mund të bënte do ishte ta përqafonte sa më shumë të protestë për të kuptuar realisht çfarë nuk shkon me Shqipërinë e sotme. Problemi i tij që është në krye është të kuptoj të analizoj problemet e klasës që ai përfaqëson, të rast vetë qeverisë, ekzekutivit, por dhe interesa të ndryshme në sensin më të gjerë shoqëror. Sepse duke qenë në pushtet e ke vështirë të ta kuptosh dhe je me tangollikun maksimal të mundshëm, sepse je në maj. Në të sens, paksa ndihmë, ndoshta edhe nga të tjerët për të kuptuar çfarë nuk shkon, nuk bën as pak keq. Ky ministri Ama ka qenë gjithmonë aktiv në pjesën e debatit publik, pra duke treguar arrogancë, autoritet si e qytetin fillim në të gjitha mënyra se si debaton dhe konfrontohet me palë të treta,
le ta bëj, nuk ka zë të keqe, është pjesë e stilit tij për shumë vitesh, nuk është se është tani që është kryeminist, ka qenë më përpara dhe kur ishte kryetar bashkie të Tiranës, po edhe përpara se të ishte kryetar bashkie, ai ka pasur këtë stil, pra nuk është diçka që... Po, folaj për autoritetin që ka tek njerëzit e përzgjedhur për pozicione të rëndësishme, kryeministri, po sigurisht Rama mund ta ketë të tekstuar, po se ka pas më pak edhe Berisha. E kam fjalë, jo, Berisha ka qenë më i kujdesshëm në këtë debat, ka qenë ndoshta në ekstremet arrogancës, por më i rezervuar, pra nuk e shprehte, na e perceptonin nga pas. Ndërsa kryeministri Rama ka pasi më këtë stil që në këtë aspekt unë nuk shoh asnjë lloj problemi pse ai e ka këtë stil. Por le të dëgjoj, le të marr pra them ndryshe i shërben Partisë Socialiste. Absolutisht që po, në sensin e BE-s, meqense pyetja jote ishte në sensin e integrimit. Vetë BE-ja nuk ka asnjë lloj fobie me protestat. Prandaj, me të datën mbyllje. Prej shumë vitesh. Kështu që nuk shoh në një merak të askujt se nëse ka protesta shumë, nuk hyn BE, absolutisht jo. Ndoshta madje mund ndihmoj duke përshpejtuar disa ndryshime që mund të nevojiten, dhe që kjo protesta mund të jetë dhe pretekst i dur për të realizuar të ndryshime. Duke qenë se jam sigurt, ndryshimet më radikale që duhen ndërmarrë në Shqipërinë e sotme, kundërshtar nuk është se kanë detyrimisht kryeministin, por kanë pjesë më obskure të pushtetit. Faleminderit që u bashkove sërish në këtë analizë, tërësisht politik.